Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Nga kjo hutbe e tutje do të shoqërohemi me lenë Allahu xhelle xhelalu për disa hutbe radhazi me biografinë e njeriut më të mirë që ka ecë mbi sipërfaqen e dhëut. Do të flasim për biografinë e pejgamberit alayhis salam në vazhdimsi të ligjëratave që kemi mbajtur edhe viteve të kaluara. Prandaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që të pakta dhe të mangëta janë këto kohra që të flasim ne për biografinë e pejgamberit alayhis salam, pra nuk do të thotë se përfshim gjithçka mbranda një hutbe sepse minutazha është e kufizuar, por po mundohemi që të përcjellim mesazhe më tepër inkurajuese që të lexojmë për biografinë e pejgamberit alayhis salam, sepse kemi nevojë, kanë patur nevojë dhe do të kenë njerëzimi nevojë për të sot janë gjallë, ashtu siç kanë nevojë për ushqimin dhe pijet. Po të ndershëm vëllezër, nevoja për ta njohur pejgamberin alayhis salam është imediate, sepse është njeriu më I mirë që ka ecë mbi sipërfaqen e tokës. Lindja e tij I ka ndriçuar fillimisht qytetin e Mekës. E pastaj I ka ndriçuar pallatet deri në Sham, e që është si hariç se botës po I vije ndriçimi, po I vije mësuesi dhe shpëtimtari. Ashtu siç në rininë e tij, Zoti e ka bërë shkaktar të zgjidhjes së një prej konflikteve më të mëdha të fisëve në Mekë. E pastaj Allahu shpalljen dhe dërgimin e tij e përshkruajti në forma të ndryshme. Dërgimin e pejgamberit alayhis salam Allahu e përshkruajti rahmet, jo vetëm për njerëzimin, por për të gjitha krijesat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne ty të kemi dërguar o Muhammed mëshirë për të gjitha botrat, mëshirë për njerëz, me drejtsinë e tij, me ligjin e tij, me çastjen e tij, me udhëzimet e tij. Mëshirë për kafshët, për shpenzët, për bimet, për melekët, për xhinët, për të gjitha krijesat. Ndërsa në mënyrë të veçantë dërgimin e tij për besimtarët e quajti dhunti dhe mirësi. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Allahu po thot, Allahu besimtarëve ju dha mirësi të shumta me dërgimin e pejgamberit nga mesi I tyre. Andaj të ndershëm vëllezër, të shumta janë citatet që përshkruajnë dërgimin e tij dhe çastjen e tij. Në kapitullin El Ahzab, Allahu I specifikon disa vlera të dërgimit të pejgamberit alayhis salam duke thënë: Ja ejuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti pejgamber, ne ty të kemi dërguar dëshmues, përgëzues dhe qortues. Do të dëshmosh për umetin tonë. Të kemi dërgu përgëzues, lajmëtar, ti përgëzosh besimtarët, punë mirët se I pret xheneti. Dhe të atërhiqësh vërejtjen të tjerëve se I pret ndëshkimi nëse nuk besojnë dhe nëse nuk veprojnë mirë. O da'ien ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Dhe ty Allahut ka dërgu thirrës në rrugën e Allahut si pishtar ndriçues. O bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Dhe përgëzoj besimtarët se ata të cilët besojnë, ata të cilët e ndjekin rrugën tënde, tek Allahu I presin mirësi të shumta. Po të ndershëm vëllezër, gjithsesi që kështu Allahu e përshkruan dërgimin e pejgamberit alayhis salam, ndërsa shpallja që ju zbrit pejgamberit alayhis salam, Allahu e ka quajtur shpirt. Shpirt pa të cilin s'ka jetë. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Kështu Allahu e përshkruan surën Shura. Ne kështu ty ta shpallëm shpirtin nga ana jonë. Pra vëllezër, Allahu e ka quajtur Kur'anin shpirt. E qysh do duhej ne si musliman me kuptu këtë mesazh. Pra, nëse dën me ushqy shpirtin, lexoje fjalën e Allahut, njoftohu me fjalën e Allahut, sepse Allahu Kur'anin e ka quajtur me shumë emra,
por ky është emri më superlativ. E ka quajtur Allahu shpirt shpalljen. Pra, pa këtë shpirt nuk mund me ekzistu mirë. Dhe pa shpallje nuk ngopet shpirti. Andaj dhe themi të ndershëm vëllezër, pra ka qenë, është dhe mbetet nevoja e njerëzve imediate për njohjen e pejgamberit alayhis salam dhe të shpalljes. Dhe themi përfundimisht në këtë hyrje se shkenca në asnjë kohë nuk do ta zaventson shpalljen, e as teknologjia. Por themi se shkenca dhe teknologjia, nëse e pasojnë shpalljen, i japin ngjyrim pozitiv shkencës dhe teknologjisë. Pas kësaj hyrje të ndershëm vëllezër, du ta përcjelli një mesazh në mesin e shumë mesazheve profetike e që ngërthen vlerat e dërgimit të tij. Transmeton Uqbe bin Amir, një shok i pejgamberit alayhis salam, i cili thot: "Qultu ya Rasulullah, man najat?" Ju drejtova duke thonë: "O i dërguari i Allahut, si të shpëtojmë? Ku është shpëtimi? Ku mund ta gjejmë shpëtimin ditën e gjykimit?" Ky shoku i pejgamberit alayhis salam po thotë: "Mi numëroj 3 gjëra pejgamberi alayhis salam, pra për të shpëtuar. Prandaj ti ndëgjoj me vëmendje. Nëse na intereson ku është shpëtimi, si mund të shpëtojmë?" 3 thënie brillante, të shkurta, shumë domethënëse. Në një më tha: "Emsik alejke lisanek, frenoa gjuhën tënde. Nëse dën shpëtim, kufizohet gjuhën tënde, ruje gjuhën tënde, kape gjuhën tënde." Pra të ndershëm vëllezër, duhet ta kuptojmë se duhet jemi të kujdesshëm për fjalët që i flasim. Sepse për fjalët që i flasim kemi me dhënë llogari. Allahu thot në Kur'an: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Allahu thot: "Nuk ka fjalë që e flet njeriu, vetëm se angjulli, meleku përshpejton me shënu." Atë dije se ki mu bë peng i fjalës tënde. Prandaj kujdes, fjalët foli me mas, fole atë që duhet, fol për atë që i thirrur, mos e fol ato që s'duhet, sepse do të bash peng i fjalëve tua. Shumëta janë mesazhet profetike, këshilla të tjera. Për shembull, në mesin e këshillave që dhe i keni ndëgju, thot pejgamberi alayhis salam: "Kush e beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, kush e beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, ose le të flet mirë, ose le të hesht. Ose fol mirë, ose hesht." Sepse hadithi tjetër: "O i dërguari i Allahut, kush i gjuan i hudh njerëzit në zjarr xhehenemit, më shumë ka thënë gjuhët e tyre." Prandaj të ndershëm vëllezër, duhet ta kursejmë gjuhën, ta ruajmë gjuhën, ta frenojmë gjuhën, sepse gjuha në fakt është mjet komunikimi, është mjet i adhurimit të Allahut. Por nëse përdoret për të keq, fyn, shan, përgojon, bart fjalë, e kështu me radhë, gënjen, dhe gjitha këto do thotë e dërgojnë njeriu në ndëshkim. Në kuadër të kësaj këshillës së parë të ndershëm vëllezër, do ta përcjellë një komunikat të kryesisë së bashkisë islame, duke qenë se këto ditë pra po vlojnë rrjetet sociale, kryesia e bashkisë islame apelon që të jemi të kujdesshëm, mos bim prej e rrjeteve sociale që adresohen në emër të institucionit tonë islam apo të islamit si fe, të kurse. Porosia e dytë që ja dha pejgamberi alayhis salam këtij shokut të tij i tha: "Wal yas'aka baytuk", let mjafton shtëpia jote. Kënaqu me shtëpinë tënde, qëndron në shtëpinë tënde. Pra pyetja ishte si të shpëtojmë. Në 1, kujdes gjuhës. Në 2, kënaqu me shtëpinë tënde, gëzoje shtëpisë tënde, qëndro me anëtarët e familjes. Mos rri rrugëve, mos u kënaq në për kafe, mos e harxho kohën në për kafe. Vëllezër të ndershëm, sikur ky hadith u thon vitin 2026. Apo i duket se sikur ky mesazh ka zbrit dhe është thonë për neve. Sa familjet po shkatërrohen o vëllezër. Sa fëmijë po ankohen se babën e sheh një herë në javë ose nënën. Sa çift po ndahen se nuk takohen pas në vikend. E shumë probleme të tjera. Krejt këto kafe vëllezër që nuk kanë qenë tradite jona, mos më kap askush për fjale. Më po flas realitetin, veç të kthehemi në 2-3 dekada më herët. Tërë këto kafe,
Tërë ky qëndrim në kafe, a thu vallë ne kaq luks kemi në vendin ton? A thu vallë dita dhe nata për neve nuk ka 24 orë, po është një 100 orë, edhe na kem luks të kohës, kaq shumë e qëndru në për kafe? Vëllezër të ndershëm, pra çështu i tha pejgamberi sa shpëtimi është këtu. Në shtëpi është shpëtimi. Kafen pije në shtëpi. Qëndro me gruan tënde, qëndro me prindët e tu. Prind presin me lët, gruaja pret me lët, fëmijët presin me lët. Nëse dojmë shpëtim. Dhe porosinë e tretë do ta përcjell në pjesën e dytë të kësaj hutbe, lutim Allahun xhela xhelaluhu që të jemi pjesë e përdorimit të këtyre këshillave në jetën tonë të përditshme, Allahu na ruaj gjuhën tonë dhe baft shtëpinë tonë vend qëndrim. E them këtë që ndëgjuat kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që çdo vit dhe në çdo kohë kemi nevojë të ndëgjojmë, të lexojmë për biografinë e pejgamberit alayhis salam, sepse Allahu xhela xhelalu e ka dërguar jo vetëm mëshirë dhe mësues për ne, por model të jetës tonë. Prandaj sadopak të motivohemi nga këto këshilla, që të lexojmë në vazhdimsi ne dhe të inkurajojmë fëmijët tanë të lexojnë për biografinë e pejgamberit alayhis salam, sepse ashtu njeriu do ta kopjon dikën. Do ta merr për model. Allahu na ka porositur ta marrim model të jetës tonë Muhamedit alayhis salam. Këshilla e tretë që ja dha pejgamberi alayhis salam shokut të tij, Ukbe bin Amirit, nëse don shpëtim i tha: "Wabki ala khati'atik", çaj për gabimet e tua. Çaj, po çaj, çit lot, që i vije se ne edhe ashtu derdhim lot të vëllazër. Edhe ashtu derdhim lot për ditë. Pyete vetin herën e fundit për çfarë çajte. Të shumë që janë lot që po i derdhim. Na shkoj këtë termin, edhe nuk e kapëm këtë termin, edhe këtë biznes, edhe këtë. Jenë pjesë tjetës. Këto jenë pjesë tjetës, jenë natyrshmëri. Por vëllazër, çaj për gabimet e tua, që i bie se korrigjo vetveten, ulu me vetveten, gjeje një kohë me korrigju vetveten, e pastaj derdh lot se këta lot paguhen fort te Zoti i Madhërisëm, sepse të çaj të rritë vëllazër për gabimet tona janë inkurajim për të pendu. E pendimi është i patjetërsueshëm për neve, kthimi te Zoti xhela xhelalu. Madje i vazhdueshëm edhe pse falemi, edhe pse vim në xhami, kemi nevojë pra të pajtohemi me Allahun xhela xhelalu. Të relaksojmë raportet me Allahun xhela xhelalu, sikur të kishte diçka më të mirë dhe më të çmueshme do t'ja numëronte pejgamberi alayhis salam. Prandaj, ky mesazh i fundit na inkurajon dhe na përkujton pyete vetin sa herë e ke lag teshen tënde, jastokën tënde dhe vendin tënd me lot për interesat jetës së kësaj bote. Dhe sa herë ke lag pra veten tënde me lot kur të takohet, kur të kujtohet takimi me Allahun xhela xhelaluhu, kur të kujtohen mëkatet e tua kështu me radhë. Pra vëllezër, këto këshilla e bëjnë besimtarin më të devotshëm. E bëjnë më punëtor, nuk na bëjnë neve me u izolu këto. Nuk po themi ne, shiqoni qëndroni tash deri në mbrëmje duke çajt në xhami dhe mos dini pi xhamis. Jo vëllezër, por të gjejmë një kohë ta korrigjojmë vetveten, ndërsa pas namazit thot Zoti shpërndani dhe vazhdoni rrugtimin e juve të jetës. Pra kësaj kompletohemi, pra këto janë mesazhet e arta profetike dhe të tjera të shumta që do t'i përcjellim javëve në vazhdim me lejen e Allahut xhela xhelalu. Lutim Allahun që të na bën për atyre që të kemi frikë Allahun xhela xhelalu, që ta korrigjojmë vetveten, ta e frenojmë gjuhën tonë, të jemi të kujdesshëm me familjen tonë, me shoqërinë tonë, me prindin tonë. Lutim Allahun t'i pranon nga ne dhe ju të gjitha veprat e mira, t'i falë mëkatet tona, t'jujat, prindve tanë, t'juj, gjyshëve tanë, t'juj, mësuesve tanë, të dietarëve tanë, të gjithë besimtarëve. Lutim Allahun xhela xhelalu që t'i tekalon krizat dhe vështirësitë nga gjithë ata që kanë halle, kriza, sëmundje dhe vështirësi. Lutim Allahun xhela xhelalu që t'i mëshiron të vdekurit tanë.